Sonte e kemi kënaqësinë ta kemi me neve Djelon Januzajn, një bokser fantastik. Faleminderit shumë Djelon që je sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dukagjinit. Faleminderit për ftesë, mirëmbrëma. Ka vëlla në Sloveni, se prita, mbert pak si befasi. Po që do na ka punë baba. Megjithatë, nuk është A jeni moti në Sloveni? Unë kam lindur në Sloveni, do të thonë që 22 vite, prend babi është 40 vite këto. Nga jeni me prejardhje? Prej Senikit të Malishevës. Okej, fantastike. E gjuhën shqipe? Fantastike paske. Fantastike, po normal duhet. Na ka prit super baba në shpërna se kena ditë shqipen. Do të thonë se o dhesh në mësua dhe shqipen. E ke zgjedh sportin e boksit. Slovenia ka dalë për ty një vend ideal sa i përket boksit, besoj. Po, më ka ndihmuar Slovenia kaqja. Unë shtetin si Slovenia nuk e du ku me ditë sa. Po, absolutisht. Nuk jo, më thonë pas parë nuk jove për këtë vend, po për boks më ka ndihmuar shumë Slovenia, dhe më thonë jam shumë i falenderuar ka bon ky shtet për mua. Dhe më thonë jam shumë i kënaqur për Sloveninë po se po. Djelon, ka ideja, ka të erdhë ideja me u marrë me sportin e boksit, një sport goxha i vështirë? Është goxha i vështirë, në falë shpreje, unë e thamë kjo është sport i budallëve, se veç ata që s'janë mirë hinë në rëngë goditen tana xhezat. Me boks, qysha kam nisë përpara luajsha futboll. Tani jam hupi çefit të futbollit. Sa ke luajtur futboll? I kam lu 3-4 vjet, i kam lu. Ama e vej vetë herët nuk ka kom për me ditë najsen. Po. Mas tani si ja lash futbollin, vllavi u merr më shumë, vllavi në ka më të vjetër se unë, është 10 vjet. Ajo merr me kësaj me MMA, me boks, me tana kësi sporte që janë luftarake. Mas tani u më tha, nëse dush me shumë provu, shkova, provova, edhe janë nisë tani ato hap mas hapet. Një herë në fillim si rekreativ, tani nisa pak me lufta, qysh më thonë, me loj. Po. E tash erdhe qaq larg që u bëma dhe profesional. Fantastike, a? 3 herë me sa e pashën profilt e ti, 3 herë kampion shtetëror. 3 herë kampion i Slovenisë, po. A ka qenë vështirë, sa ka qenë vështirë? Vështirë, o konë, po kur jam kon hala si joth, ndër me thonë dejnë 18 vjetë, ako moj me thonë që nuk kam pas një farlaj konkurence në ato vjetë, tani viti i por që del prej dvoglet me të seniora më bom, qaj vetë akon pak më i vështirë, qatë vetë e kam mas në zonë venin e dytë, edhe besej që qatë vetë kisha vitë me në zonë venin e parë, mas tani i mora kom të edhe si senior, o bëna dhe kampion i Sloveni si senior, edhe për momentin nuk kam me farë, ne kanë Sloveni që mundet muhtime me, jo, s'mon. Amo, në fund, Djelon, është një farloj krenarie në aspektin personal, edhe nga vjen, edhe në aspektin personal arritja një suksesit tim, nuk është e vogël? Normal. Unë e kam qef sa më shumë emrin shqiptar që e kema me qitë sa më nalt, edhe që jam këtë vend Sloveni. Po. Dhe në thonë, shumica këti boksit, këto rezultate që i marr për shqiptar. Dhe në thonë për gjokin shqiptar. Fantastike. Pastaj ke vendos me kalu në boksin profesionist. Qysh ka qenë debutimi për ty? Sa ka ndryshu prej asaj, le themi, amator? Është shumë dallim i madh, më thonë shumë dallim i madh. Më thonë edhe që boksi profesional ka njëherë mundë me thonë pak më i lehtë se boksi amator. Boksi amator i ki ato 3 runda i ki, është e vërtet, po në ato 3 runda ki me jop fundin, ki me jop maksimumin në ato 3 runda. Në boksin profesional është pak ma shumë taktik, është pak si loj shohet, do të me përcjell në fillim në rundat e parë, do të me përcjell kundërshtarin, shaban, gabimet, për mu është boksi profesional këtë si shah, si një loj shohet. Pastaj ka rrjedhëcuria prej 7 fitoreve, as një barazim, as një humbje. Sa je krenar me këtë pjesë? Krenar gjithë,
po apet si apet, nuk kam bon hale me sen qa kam qef me bon. Jam krenor normal për çdo loj mi ka hop dyrte e reja për me shku hale ma për para, po hale nuk e kam bon ato qa kam plan për me bon. Nejse tash të duhet me marrë parasysh që edhe me moshë je relativisht i ri për me arrit deri këtu ku ka arrit, 22 vjeçar. 22 vjeçar, më me thonë që për vjetë e mia kam arrit me një far leveli ka gja nalt. E ke edhe një titull në kategorinë VBF, ku e ke fitu, sa ka qenë e vështirë? E vështirë u konë, më me thonë që akon një loj pak më modhe si profesional, akon loj e modhe, jena akon Ljubljan Slovenis, ka posa dhe shumë tifo, janë konë 3.000 vetë, kanë pasur edhe shumë familje, jam pak i stresun kër të kam familje atë për të vinë. Se kënë mendime që ndull, pse nëse ndull kështu, kënjëherë kështu, është pak e stresunem, po apet që apet atë motivin ma kanë njopë shumë, e kam posë këndështojnë për Macedonis, tani këtu e nisim edhe nacionalitetet luajnë, është kë i notë, ai këndështori folke pak sa në palidhe me thonë para lojes, dhe me thonë stresi veç typ tensionit të nalë, po në loj, kër akon kukar loja, ato jam ko shumë i pregadet, ja kam njës 3 muaj det për para pregaditjes, jam ko shumë i pregadet, kër kam hjetë në reng, gjithë shka u kry, që akon të ndull jashtë, me zonë asa nuk nishe, veç e kam pos fokusin atë të këndështore, edhe tani në rundën e tretë u kry loja me fiturë nga me knockout. Kjo i bjen, me këshirë odhëll, kjo i bjen, a i ka full para lojës, po ti ke full aty ku duhet. Unë e kam full ato. Unë nuk fulli shumë me goj para lojës, unë e fulli veç me grushta e nga ma shumë me full, që ato e kam dëshmu që grushta të më kanë full ma shumë. Pra bëhet fjallë për bokserin Cvetkov, nëse nuk jam gabim, apo? Po, të dorë që Cvetkov. Edhe nuk ka qenë as pak e le dorën zemër, sa për informim të dëgjuzve, sepse ky ka pas 14 meqe, a i pa 2 barazime, pa disfat ka orë të ti. Kër akon të unë i ka pas 14 fitore edhe 2 humbje. A 2 humbje? Po, ato 2 humbje që i ka pas për një shqiptare tjetër Nelson Hysa. Nelson është një emër i lartë në Shqipni, edhe prej një turqit, edhe ai turki është kaxhaj i lartë në boks, i 20 duket në botë. Dhe me thonë, çdo këndështar që e ka pas pak me provoj, ka humbë. Dhe me thonë edhe unë jam kënë qaj ma provoj, muj me shtime në Elsonin edhe me turkin, se dhe në me shtimve, kam një dhe me. Se para meqet me ty, këj ka pas për 14 fitoreve, 11 i ka pas me KO. Ndërko, te ti që shqëndron puna me KO? Në 7 fitore që i kam me 7 knockout. Të 7 me KO? Po. Ma lortë, ka shku me kitë Macedonin, 3 runda, zakonisht i kam të para nësë në dytën. Me këta e pas kequ pak ma gatë? Me këton pak ma gjatë. Më i kemi përballu grushtat pak ma shumë. A ka qenë e herë në pozitë vështirë me marrë një goditje të fort, sa është e vështirë qaj periuda? Po, normal, boks është kërë normal që merë goditje të forta. Me kon KO, inshallah nuk e... Inshallah jo? Inshallah. Po janë dhe goditje ka njëherë që nuk i di shku je. Janë dhe goditje që të në menime për shka jam të e bon kitë. Po najsen serioze ju nuk kanë dollë kërë. Tash për dëgjus të djelon sa është e vështirë më marrë me boksin, sa do të milion aktivitetet tjera anash, sa do të më përkushtu në stërvitje, sa merë kohë krejt kjo. Edhe sa e në realisht stërvitjet të vështira? Boksi si boks, unë i thamë boksit si një sport që shtuet shqip lonely. I vetëmis? I vetëme, po qashtë. Sot i jep që ka që ki me arrit. Nuk është si futbol që edhe i këqyur lojtarët e të, në varë së lujna dhe ta, lujna dhe tem. Boksi në sot i jep të vetë.
Stërvitje duhet me kon në varet për çfarë këndështori. Për shembull, unë për çdo këndështor mirë i kam stërvitje ndryshe. Në varet së runda, 10 runda mi pos, për shembull që kam pos për Tudor Cvetko, i kam pos 10 javë stërvitje 2 herë në det non stop. Vetëm dillo çka kena pauzë. Në sabah zakonisht e kam për kondicione për fuqi, në akşam e kam box. Unë kam edhe pak një oftim deri te boksi se në me ushtru shtrenjtë në Zagreb të Kroacisë. Dhe në me thonë bjen prej Mariborit dhe në Kroaci më vëzit çdo det. Okej. E pse ke vendosur ashtu? E kam posën e trenerin me këtushit, Igor Rashic. Me këto jam ko 10 vjet, me thonë, jam ko çdo det me tonë. Po tani e lypsha atë hopin përpara. Ka marrë këm ka punë me në Ferboza, e lypsha atë hopin përpara për profesional, diçka më mirë. E trenerin që e kam që tash, Josef Hasan Remiz, ajo është i njohshëm trener, është edhe treneri i Filip Hrgović. Filip Hrgović është bokseri i nom për momentin në botë në kategorinë e rom. Kallëzohen levelet, edhe qa më mësu prej tina. Dhe me thonë është një hap në profesional pak ma i nalt. Perfekt, a mendon tash me nejt ka rajoni Ballkanit me zhvillimin gradual, apo ka me të dash me lëvizje edhe për vende tjera, për me avancu? A je këtu në rregull ku je? Si stërvitje për mënona si loja? Po edhe stërvitje edhe për avancim. A mos duhet në tarë me zhvendos për shembull në Gjermani o në për me avancu ma shumë? Po, normal për loja kam pas edhe oferta, kam pas në Angli me shku, edhe për në Gjermani kam as me shku. Po për momentin jam të bon kitë bazë, jam të qëllu lojat këto, po pa qëllojnë këto, pi marë këtu, për stërvitje. Për stërvitje, qefin e kam unë gjithë në Kosovë më këthy. Qefi maj i madhë që kam është për mu është në Kosovë më këthy, edhe me mujtë me bon kitë punë prej Kosovës, më stërvitë të tana t'i shkon diçka ideal si një qëllim njëtë. Inshallah, besoj që një herë ka më realizu, inshallah sa më shpejt. Inshallah. Për momentin që tash edhe 2 vjet, 2-3 vjet, besoj që nuk luj prej këtij venit. Kosova e dinte, maraklet boksit janë? Po, janë, shumë janë normal. Edhe për fund, dashta me të pyet, çka të merr malli më shumë ti për Kosovën? Kur përmendet Kosova, për çka të merr malli më shumë ti? Nuk të më thonë për një sartë, për gjithat. Veç në kofe kur t'hin në Kosovë, veç kur t'ull në atë në kafe me pi një espresso, kur ja baj kamerirë dhe kështë, qaja balë në molde. Kër vjenë më thaj kamerirë, qa po da, një shqip për të më thajt, balë është qaja balë për mu. Veç gjuha shqipe për tanat, nuk ka veç një sen që u merë molde për Kosovë, për tanat, si familje, si tanat. Djeljan, je shumë i madhë, faleminderit shumë që ke nda kohën sonte për neve. Faleminderit për juve. Edhe të urojmë shumë sukses, të shohim nalt e manalt. Shumë faleminderit.